Qendra e fëmijëve jetim 0 deri në 6 vjeç në Shkodër është krijuar për të strehuar dhe përkujdesur fëmijët e braktisur ose që kanë humbur prindrit, por ajo po përballet me sfida serioze në aspektin ligjor dhe në ofrimin e shërbimeve. Drejtoresha e qendrës, Angela Rodovani, ka denoncuar publikisht gjykatën e shkallës së parë të jurisdiksionit Shkodër, duke akuzuar për papërgjegjshmëri në lidhje me një rast të ndjeshëm që përfshin një foshnjë 16 muajshe. Sipas Rodovanit, gjykata po zvarrit procedurat për transferimin e fëmijës nga nëna e tij, e cila vuan nga problemet të shëndetit mendor drejt institucionit të përkujdesjes. Ajo që ne vërejmë, apo unë mund të referoj si problematik konkrete në lidhje me rastin, është sepse vazhdimisht po vazhdojnë seancë mas seance, fillimisht me pretekstin që nana nuk po merr djeni, nana biologjike, pasi është pjesë e procedurës që nana duhet të marrë ndjenimi i procesin, por edhe në rastet kur nana biologjike ka marrë djenimi i procesin dhe ka konfirmuar dhe në prezencë të gjykatës që ka djeni për datën, prap janë shty seanca me pretekstin që ajo të thirret, që ajo të pritet, që ajo të vinë dhe të dëgjohet. Dhe për mua kjo është shkelje procedurale. Sipas saj, zvarritja e seancave deri në muajin korrik përbën një rrezik serioz për mirëqenien e fëmijës që ndodhet ende pranë nënës, e cila nuk është në gjendje të përkujdeset për të. Përgjigje. Procesi gjyqësor për deklarim braktisjet nga ana jonë si palë kërkuese në këtë proces është hap në korrekt të vitit 2024. Aktualisht jena në qershor të 2025 dhe ne akoma vazhdojmë me seancat e procesit gjyqësore. Për emisionin Veting, janë denoncuar probleme në furnizimin e qendrës së jetimores Shkodër me ushqime. Qendra operon me një buxhet të kufizuar prej 44 milion lekësh të vjetra në vit, që duhet të mbulojnë pagat e stafit, ushqimin, materialet higjienike dhe nevojat të tjera. Ky buxhet i pamjaftueshëm e vë institucionin në pozitë të vështirë për të ofruar kujdesin e duhur për fëmijët e strehuar. Institucionet pasojnë njëra tjetrën duke anashkaluar përgjegjësitë për sa i përket fëmijëve të braktisur. Produktet tona të ndame në 6 apo 7 lote, ku unë duhet të gjëmoj nga pas 6 apo 7 operator. Ku nëse njeni vën nën, të bi njeni produkt, qumshtin, djathin, bukën apo vezën, ne na krijohet një zinxhir problematikash ku ai fëmia i vogël nuk don me ditë shumë të kjo pjesë. Ai don me ditë nëse ndrek do të marrin kalori dhe ushqimin e duhur, po jo se operatori ka vunu apo nuk ka ardhur në kohën e duhur.